ketë Shqipja, po që të ketë edhe fuqin për të prodhuar nesër pas nesër. Ndërkohë që leta temi trosh në edit, për fat keq e dim shumë që Universiteti i Tetovës, paktën në Shqipëri, ka qenë ajo komardarja për gjithë ata që nuk merrnin dot një diplom në Shqipëri, shkonin e merrnin Tetov. Ta themi trosh. Ta themi ashtu. Ne kemi asnjë këtu universitete tash mira. Dhe kjo është mendoj se do të ndihmojë këtë temë një fjali. Një smundje pan-shqiptare. Nuk është se e keni vetëm ju në Maqedoni, e kemi edhe ne këtu. Po ky është realiteti. Po duhet të hapet dialogu mes nesh. Nëse dikush se ka guximin, unë shumë mirë që s'pretendoj për karrierë, kam guximin të them zotit Albin Kurti. Dëgjoj, kjo ndoshta është në rregull. Po unë e shoh se veprimi yt në Maqedoni është vetëm kosi që mbulon veprimin të fuqishëm Serbisë brenda. Me ose pa dashje pastaj? Nuk e di. Dhe të tjerëve që e kritikojnë zotin Kurti, ju them, kuaj e mirajt ndërhynte si ndër, po kjo është vetëm pamje, është vetëm performancë, janë vetëm poena. Dhe të tjerëve që thonë mos ndërhyj kështu në Maqedoni, se legjitimon ndërhyrjen e fuqisë në Serbi. Gabim është analogjia. Qeveria e Serbisë për në Kosovë legalisht 150 milion euro në muajt më duket, i ndan. Qeveria e Kosovës momentalisht s'ndon asgjë. As fjali normale. Vetëm perdja apo drithia që nuk e sheh realitetin. Përplasja e Serbisë dhe e Bullgarisë është jo me shekuj, po... Dhe vetëm kaq, Frok, me disa miq të mi akademik, më thanë një gjë të tmerrshme dhe shqetësuese. Që Akademia e Shkencave e Shqipërisë është sot në ditën më të keqe të raporteve të saj me Akademinë e Prishtinës. Pra le të themi, dalim pak tek projekti që unë nuk mendoj që duhet të jetë vetëm i shqiptarëve të Maqedonisë Veriut. Ky duhet të jetë projekt kombëtar. Pra ideja është që kur vjen puna për një projekt, akademikët janë ata që flasin para apo jo. Dhe ne aty, pra dhe kjo që po them unë tani është shenje e kësaj klime temi dramatike që ekziston në një trekëndësh i cili duhet ishte baza e rilindjes kombit tonë. Pra Tirana, Prishtina dhe po fus Tetovën. Edhe Shkupi, po të paktën Tetova. Po flet për një temë që është shumë e rëndësishme, jashtëzakonisht, është themeltare, por ama një temë që se gjen sot, ka kaluar. Dhe të zguzojnë të flasin njerëzit. Ka kaluar e qynë tabu. Dhe nërkohë ndodhin këto që ndodhin. Ka kaluar sepse akademizmi sot është më pak se politizmi. Shumë herë më pak në vend që tjetë shumë herë më lartë. Para e dyta, sensi akademik i gjithë popëve, po edhe mes nesh, ka rënë, ne s'flasim do të Shqip, nuk shkruajmë Shqip mirë. E dyta, nuk shkruajmë mediatikisht, nuk shkruajmë zyrtarisht, nuk shkruajmë të merrojmë. Të merrojmë 20 herë në ditë kur e lexoj. Dyta, e treta, është një gjë që akademizmi edhe nëse ekziston, si akademizëm, më duket fjalë shumë e perënduar. Ekziston për arsye politikës, dhe për arsye të shërbimit ndaj politikës. Dhe jo vetëm shërbimit, akademizmi në këtë rajon shërben pa ja kërkuar politika, ma. Ka shumë raste që nuk ja kërkuar, jo shumë, po mira, asnjëherë se ja kërkon politika. Jam 1.000.000% i sigurt se qeveria e Tiranës nuk i kërkon asnjë gjë Akademisë Shkencave, vetëm se i thonë, ama në lërhat me gjitha ato budalloj që lëshon në teren. Po vërtet të them. Tani si do ndikoj akademizmi në një komb. Ta akademikët tonë në majë që problemin nuk e kanë tek indiferenca shtetit shqiptar, se sa e kanë me atë që vjen nga Prishtina. Ku botojnë akademikët tanë? Këtë ta bëjmë pyetje. Ku botojnë në perëndim? Cilin tem ata e kanë të botuar në perëndim? Cilin projekt i ofrojnë? Akademia është kthyer për fat keq. Akademit paguhen me projekte. Një akademik e bjen projektin edhe thot ma paguani këtë dhe kaq është. Akademia është kthyer vetëm për fat keq. Në sallë ku vjen dhe promovojnë libra gjithë fshatarët e Shqipërisë që shkruajnë vjersh. Është tragjike, është e vërtet tragjike. Do të thotë që ti nuk e lexon dot atë letërsi. Jam i sigurt që nuk e lexon, por ama promovohet në Akademinë e Shkencave.
Dhe hynë konflikt me vete. Unë po flasë edhe për Prishtinën, në? Problemi është... Prishtina po ashtu. Që unë mendoj ka pas një tradit më të mirë... Prishtina ndoshta dhe më keq. Në Prishtinë se ajo e Tiranës, besoj. Unë vërtet e dua njerëzit, i kam, si thua, shmiqe, por e që ka poet dhe shkrimtar tash të quajtur janë në moshën 60 vjeç dhe kanë 75 vepra. Kupton, do më thëmë, është e drejta e ti, për ndërkohë, është e drejta edhe e Akademisë Shkencave për selektuar dhe për të ngritur nivelin. Po desha të them një gjë për raport për atë që është... Se du të mbyllë, më të Para sa të thoni një fjali të vërtetoj, e dini ju sa keq ndjehem, kur i shoh këta kolegë të mi, të ri, në Maqedoni, kur flasin për ide, terma, periudhë dhe fjali, bëjnë përkthim bukfal të slavishtis. Po. Ndijet gjua slave. Në gjithë sintaksa gjuhës është e tëra slave. Po desha të them një gjë vetëm shumë shkurt në raport me atë që pritet për Bullgarinë dhe pakisat bullgare dhe shqiptarët e tjerë. Kam frikë se jemi shpejt dhe ne nuk dim akoma se si do jemi ne dhe si do jenë bullgaret në atë moment që do vi ai moment. Nëse ne jemi antar të Bashkimit Evropian, çështja shtrohet krejt ndryshe dhe vetëm në atë suaz zgjidhet shumë sakt dhe drejt edhe problemi i shqiptarëve e vëllezërve tanë në Maqedoni. Fjali e fundit për ty mendu. Duhet përgatitur për Bashkimin Evropian, jo për Bullgarinë. Unë me këtë... Na nuk mund të ndikojmë asgjë në Maqedoni për një arsye. Edhe Shqipëria dhe Kosova janë peng të asaj se çfarë raporti kanë me ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët ndikojnë në secilin pikë të politikës në Kosovë dhe në Shqipëri. Shqiptarët e Maqedonisë mendojmë vjen keq, mos pritni ndihmë nga këto dy shtete. Dhe një gjë, mund ta them një gjë, ndihmë, dëgjoj është rasti baton kur dy shtetet më të mëdha shqiptare punë së rregullojnë, po punë prishin, sepse unë kam përshtypjen që situata në Maqedoni është edhe një reflektim i marrëdhënies së tendosur dhe tensionuar që prej vitesh mban të lidhur Tirana me Prishtinën. Jo, lutem mos dëshpërosh, Batoni dëshpëron shumë shqiptarë të Maqedonisë. Unë kur nuk dhe hek dorë. Unë du vetëm një përmirësim. Nuk ka dy shtete. Vetëm Shqipëria, vetëm Tirana. Gabimi i madh i kohës së re politikë, pamje konvencionale. Po e kuptova, unë duhet ta them. Dy shtete me flamur dhe me stem, po natyrisht pastaj aty futemi thellë. Po duhet të them që dy kryeqytete, ta themi dy kryeqytete? Marrëdhënia e tensionuar mes dy kryeqytetesh, unë mendoj, është ndër faktorët që ju e analizuat shumë drejt, që janë dhe të vjetër dhe janë shumë kompleks, dhe janë shumë stresor, nuk është një problem, janë disa problem, është një mozaik. Por edhe marrëdhënia Rama Kurti, unë mendoj që ka prodhuar një situatë ku Rama nuk është Rama, siç e tham, ka vazhduar me atë romantizmin e vet, ndërkohë që Kurti ka vazhduar me atë librin e vet llogarive, duke kap njërin, kap tjetrin. Skender, vetëm një fjalia jam me fundit. Të gjitha sallat ku ka qenë Ali Ahmeti kanë qenë me flamur shqiptar. Të gjitha, plot. Momentin kur janë larguar prej aty, të gjithë flamujt kanë qenë dysheme. Dhe kjo është simbolika se çfarë është raporti i shtetit shqiptar me një të vërtet atje, me politikën, me fuqinë. Me jetë 10 sekonda. Mos t'i relativizojmë, unë jam dëshmitar i kontributit qeverisë Shqipërisë. Unë nuk kam raportet mirë me zonë Rama. Qeveria e Shqipërisë, vitin 15... Ke këtë zakon e keq që ti jesu shumë vërtetat me zot lartë. Jo, nuk është problem, nuk kam as sedërës, kam shumë mosh politike për kontributi Shqipërisë, vitet 15, 16, 17, 18, Maqedonia të hynë natë, ka qenë vendimtar. Unë nuk e di atë detyrë. Kryeministri, ish ministri jashëm, kush ka qenë kam haru të gjithë, ka dhënë kontribut, dhe ne jemi ullë bashkë atje, dhe ne kemi votu një parti Maqedonase që se donim gjysma, dhe si rezultat i kësaj, kemi pas parlament 2/3 dhe kemi hyrë në NATO. Relativizimi i veprimit të tanishëm të një qeverie tjetër, por mos t'hi me i NATO, duhet të përfundoj me një pak gjithë shqiptar. Tirana,
Shqipëria Për këtë dhe kisha- kaq, në do humim rrugën. E vërtet, do humim rrugë, se humim pikën e orientimit. Si që të regoj dhe mitingu i ditës së premte, Tirana, ai sheshi Skënderbej, është zemra e shqiptarisë, apo jo. Mendu, kënaqësi gjithmonë kem program, faleminderit Baton, faleminderit Frok, faleminderit Skënder. Ky është histori për sonte, shihemi nesër në orë 8 qëndroni me ABC News pas pak Salidoçi me War Report. Ky rezultat që doli tani është sipas me realizimi i ëndrrës, qëllimit, projektit, po them edhe të akademisë dhe të deep state-it. Mickovski dhe Vemroja ka projektuar dy rrëfime politike mbranda botës tyre. Një, shkatrimin e Ali Ahmetit dhe dy, nënshtrimin e Vlenit. Dhe të dyja i ka arritur në zgjedhje. Për këti rezultati unë pres ditë shumë të këqija për shqiptarët e Maqedonisë. Edhe një fjali.